Përmes 14 ndalesave, besimtarët katolik të Shkodrës kanë kremtuar këtë të shtunë udhën e kryqit në malin e Taraboshit, duke përkujtuar vuajtjet dhe mundimet e Jezu Krishtit që nga momenti i dënimit dhe deri te kryqëzimi. Ky ritual ka një domethënie të veçantë për çdo besimtar, të cilët luten për familjet e tyre. Në fjalën e tij arkiepeshti i arkidiocezës Shkodër-Pult, Imzo Giovanni Peragjine, tha se sot shumë familje përballen me sfida të thella ekonomike, me mungesë dialogu dhe plagë të fshehta që nuk duken. Shpesh familjet ndahen sepse shumë prindër të rinj detyrohen të largohen nga vendi i tyre për të kërkuar një jetë më të mirë, duke lënë pas mall, siguri dhe lot, shtoi Peragjine. Në këtë botë të trazuar, të mbushur me zhurmë, pasiguri dhe lodhje shpirtërore, ne ndalemi pranë teje. Shumë familje sot përmballen me sfida të thella ekonomike, me mungesë dialogu dhe plagë të fshehta që nuk duken, por ndihen thellë në zemër. Shpesh familjet ndahen sepse shumë prindër dhe të rinj detyrohen të largohen nga vendi i tyre për të kërkuar një jetë më të mirë, duke lënë pas mall, siguri dhe lot. Të rinjt kërkojnë kuptim, identitetet dhe dashuri të vërtetë në mes së gjurmës së botës. Shpesh ndihen të vetmuar, të pashpresë dhe të gjykuar nga shoqëria për zgjedhje që shpesh kuptohen padrejtësisht. Prindrit të ndihen të lodhur dhe të pafuqishëm për të dhënë drejtim dhe shpresë në familjet e tyre. Na mëso, o Jezus, që në kryqin tënd të gjejmë forcën për të përmbaluar realitetin e përditshëm pa u dorëzuar. Na jep guxim të ecim drejt teje me zemër të hapur, të pranojmë sfidat e jetës dhe të gjejmë shpresë të re. Ndihmoj familjet dhe të rriten në dashuri, në besim dhe në durim. Shoqëroj në praninë tënde të rinjt që largohen për një jetë më të mirë dhe ruaje në çdo hap të rrugës së tyre. Bëj që ata të kuptojnë se identiteti dhe shpresa e tyre mbetet të themeluar mbi dashurinë tënde. Hapi zemrat tona që të dëgjojnë zërin tënd në çdo hap të kësaj udhës së kryqit, dhe duke ecur me ty të mësojmë të mbajmë kryqin e jetës sonë me besim dhe shpresë. Udhëa e kryqit i paraprin javës së bardhë të Pashkës Katolike, nga hënën e të shtunë është java madhe, ndërsa dielën besimtarët katolik do të festojnë Pashkët. Krishtin